Një sulm nga ajri në jug të Somalis ka lënë të vrarë 2 komandantë të lartë të grupit militant islamik Al-Shabab, ka njoftuar BBC. Sulmi shkatroi mjetin me të cilën po udhëtonin militantët nga Zhilip në Barave, teksa kjo e fundit konsiderohet si një bazë e rëndësishme e Al-Shabab. SBA ndërmorën një sulm të dështuar në Barave në fillim të këtij muaji për të kapur një komandant të Al-Shabab, i cili është grupi kryesor i lidhur me Al-Qaeda në Afrikën Lindore. Një burim i ushtrisë së Kenias tha për BBC se trupat e tyre ushtarake mos syn Zhilipin dhe se sulmi mund të jetë shoqëruar me viktima. Gjithsesi, korespondentët thonë se është disi e pamundur që ata të kenë ndërmarrë sulmin ajror. Rezidentët në Zhilip, rreth 120 km në veri të portit Kismayo, thanë për BBC se me shumë mundësi ky ishte një sulm me avion të telekomanduar, nga i cili mbetën të vrarë komandantët e Al-Shabab. Njëri prej viktimave ishte një ekspert i lartë i eksplozive për Al-Shabab, i njohur gjithashtu si Anta, tha një antar i grupit për Associated Press. Paktën 67 persona mbetën të vdekur muajin e kaluar kur rebelët e Al-Shabab pushtuan qendrën tregtare Westgate në kryeqytetin e Kenias, Nairobi.